ndalem pak tek Sasa. Po. Sasa, të kemi parë dhe të kemi dëgjuar shpesh këto ditë në për shtëpi, që ke shprehur dëshirën dhe kërkesën për ta lënë atë shtëpi. Po. Edhe pse ti ndihesh shumë mirë aty brenda, ke kaluar shumë bukur, Po. por totalisht e mirëkuptueshme nga ana jon, mbi gjitha edhe për arsyet e tua shëndetësore. Po, ju falenderoj shumë që e keni mirë kuptu kërkesën time për me dalë jashtë, po unë mendoj që shëndeti ka me shumë rëndësi se loja ime këtu në Big Brother. Ndërkohë më duhet sqaroj Sasa që emri jot është hequr nga televotimi. Okej. Me qënë se ti sonte do ta lësh atë shtëpi dhe televotimi për ju të tjerët që mbeteni ende në nominim është shtyrer deri të premten këtë të premten. I pas ta pështu. Kështu që publiku do të vazhdoj t'ju votoj deri të premten tjetër dhe përveç Sasës që me dëshirën dhe arsyet e saj pa diskutim të respektueshme do ta lësh shtëpinë, nuk do të ketë dalje të tjera sonte. Kështu që rrini të qetë, shijojeni edhe këtë javë brenda shtëpisë. A duhet tash me dojë? Ndërkohë që Sasa, po, ne do të presim studio. Faleminderit shumë që ti ke qenë pjesa ati formati. Faleminderit. Dhe që ke dhënë mesazhe shumë forta për më tepër do vish të diskutojmë në studio. Eja. Por Sasa, mos haro me marrë edhe kutinë e këtij, të shohim se çfarë ka pasur me biletë jote. Po e marr. Ne jemi kurioz.